Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa ka depozituar një amendament në projekt buxhetin e vitit të 2026 me qëllim përfshirjen e pagës së 13 si shpërblim vjetor i detyrueshëm për të gjithë mësuesit e sistemit arsimor para universitar publik. Sipas Zhupës, ky amendament synon të rrisë motivimin profesional të mësuesve dhe të forcojë vlerësimin institucional për rolin e tyre në formimin e brezit të ri, duke afruar Shqipërinë me standardet e vendeve europiane. Amendamenti i parë ka të bëjë për vendosjen e një fondi 2.54 miliard lekë për dhënien e pagës së 13 të gjithë mësuesve të arsimit parauniversitar. Ka qenë në fakt një kërkesë e vazhdueshme e sindikatave të mësuesve, por edhe e mësuesve, dhe është e pakuptim që Shqipëria të mos ndjeki një standard edhe europian, ku mësuesit në fund të vitit marrin pagën e 13, që është një pagë e barabartë me pagën e tyre që marrin gjatë gjithë vitit. Pra, çdo mësues merr pagën që i takon sipas pagës që paguhet. Propozimi vjen me synimin fillimisht që të rriti motivimin profesional të mësuesve, të vlerësoj rolin e mësuesve në formimin e brezit të ri, të përmirësoj kushtet ekonomike të mësuesve duke ulur dhe atë që është presioni financiar ndaj tyre, të reduktoj largimet nga profesioni i mësuesve, sepse ju e dini shumë mirë që ne kemi deficite të mësuesve në disa profile dhe ky do të ishte një motivim. Dhe sigurisht që futja e pagës së 13 përbën një instrument motivues dhe përfaqësues të cilësisë së arsimit, ndikon në rritjen e cilësisë të shërbimit që marrin nxënësit, në stabilitetin financiar të mësuesve dhe është në përputhje të plotë kryetare me strategjinë kombëtare të arsimit që parashikon rritjen e cilësisë së mësimdhënies, me objektivat për rritjen e pagave që thot qeveria. Paga e 13 do të motivonte stafin arsimor dhe sigurisht që unë mendoj që ky amendament do të ishte konform gjithë praktikave të vendeve të Bashkimit Evropian, të cilët e praktikojnë për të motivuar stafin dhe për të rritur cilësinë që punojësit e sektorit publik të marrin në fund të vitit shpërblime vjetore, bonuse apo paga. Në këtë rast, unë kam zgjedhur në propozim pagën e 13 sepse ka qenë drejt për drejt një kërkesë e gjithë mësuesve të arsimit parauniversitar. Aktualisht, skema e pagave për mësuesit, pavarësisht shtesave për kualifikim dhe vjetërsi, nuk parashikon një shpërblim vjetor të standardizuar. Sipas amendamentit, paga e 13 do të llogaritet mbi pagën bazë vjetore të çdo mësuesi.